Pas më shumë se 2 dekadash të mbushura me sakrificë, pasion, fitore, humbje dhe emocione të paharrueshme, Armend Talimi ka mbyllur karrierën si futbollist profesionist. Lajmin e ka bërë publike përmes një postimi në Facebook, duke postuar një video të shkurtër, siç thot, për të përmbledhur disa nga momentet më të mira në karrierën e tij. Udhtimi i Armend Talimit të filloi te KF Bashkimi për të vazhduar në KF Milano Kumanov, NK Istra Kroaci, Orebro Suedi, Nea Salamis dhe Ermis Aradipu Kipro, KF Shkëndija, KF Rabotnički, KF Besa Dobërdol, për tu rikthyer sërish aty ku gjithçka nisi te KF Bashkimi. Ka patur paraqitje edhe në përfaqësuesin e Maqedonisë së Veriut. Mbi të gjitha, faleminderit Zotit për shëndetin dhe suksesit, faleminderit familjes sime, prindërve të mi që besuan tek unë që nga dita e parë, e sidomos babit tim të njerë që dha gjithçka që unë të jem ky që jam sot. Jam pafundësisht mirënjohës ndaj të gjithë trajnerëve, bashkëlojtarëve, drejtuesve të klubeve, të gjithë atyre që ju njoftova gjatë këtij rrugtimi dhe tifozëve që më mbështetën në çdo etapë të karrierës. Çdo fanellë që kam mbeshur do të mbetet përgjithmonë pjesë e imja, po largohem nga fusha me zemrën plot krenari dhe mirënjohje, edhe pse mbyllet karriera ime si lojtar, dashuria ime për futbollin nuk do të përfundoj kurrë, shkruan Armend Talimi në mesazhin e lamtumirës. Nuk ka munguar dedikimi që vjen nga KF Shkëndija e Tetovës. Armend Talimi ishte pjesë e brezit që shkroi faqet më të arta të KF Shkëndija, duke fituar 3 tituj kampion, 2 kupa dhe duke mbajtur me krenari shiritin e kapitenit. Faleminderit për çdo ndeshje, çdo betejë dhe çdo emocion të dhuruar. Një herë kuqezi, gjithmonë kuqezi, thuhet në dedikimin e tetovarëve.